Në javët e fundit ju kemi treguar se si Bashkia e Shijakut në mungesë të një kontrate me landfillin e Sharrës për depozitimin e mbetjeve urbane, ashtu siç e parashikon ligji, zgjedh ta shkel këtë të fundit me të dyja këmbët. Dhe në mënyrë krejt të jashtëligjshme në një zonë mijëra metra katror në Ardhisht, vetëm 1.3 kilometra larg qendrës së fshatit, vendos të krijojë një vend grumbullim artificial mbetjesh pas një kusht teknik, pas një masë të madh për mbrojtjen e mjedisit, duke dëmtuar rënd natyrën. Ju treguam se si aty vijej në punë eskavatori i Bashkisë për të hapur gropa me qëllim mbushjen e tyre me mbetje, apo se si punonjës të firmës AMR e kontraktuar me miliona euro për pastrimin e qytetit, bëjnë pazar për grumbullimin e mbetjeve të palëve të treta dhe këtë zonë e përdornin si vend depozitim pa kur fare droje. Po mirë, sa do të? 100 e ke rrugën. Po. Minimumit. Të gjitha këto fakte ja vendosën përpara kryetarit të Bashkisë së Shijakut, Elton Arbana, i cili na gënjeu ditën për diell duke mohuar çdo gjë. Bashkia e Shijakut, bashkë me bashkitë e tjera që janë në qarkun e Durrësit, shkojnë në landfillin e Sharrës, se e keni gjatë në tender. Kjo nuk është në fshatin Ardhisht. Ku ekskavator? Atëherë nuk ka ekskavator aty. Dhe si të mos mjaftonte mohimi sy në sy i fakteve dhe argumenteve, na bëri ne fajtor për një grumbull plerash pranë godinës tij. Është e turshme sinqerisht që të merrni kamionçin dhe ta hidhni atje. Unë? Të lutem. Kush ta hidhni? Ato që ju kanë sjell këtu për të bërë denuncimin. Për këtë grumbull mbeturinash në parkingun e Bashkisë, në pak sekonda zoti Arbana gjeti disa kriminal të mundshëm që mund ta kishin kryer krimin. Ajca dhe vetë konspiracionistët më të guximshëm do ta kishin zili. Por megjithatë, në fund të bisedës me ne, kryetari u dorëzua ndaj fakteve dhe argumenteve. Dakor, do ta verifikon. Nëse është kështu. Mirë, do merrni masa? Absolutisht, nëse është kështu po. Dhe ai mori masat? Do ua tregojmë pak më vonë. Sepse disa ditë pas takimit me kryetarin përpara godinës Bashkisë, morëm sërish rrugën për në Ardhisht, por nëse herën e parë ishim të përqendruar më së shumti në zonën e vend grumbullimit, këtë herë po ju tregojmë edhe pak nga situata e mbetjeve në gjithë rrugën që përshkojmë për të shkuar në pikën problematike. Pleherat janë kudo, të hedhura në përcepa rrugësh e kryqëzimesh, 1, 2 apo 3 kazan mbeturinash duket se nuk shërbejnë për asgjë. Ajsa të pastrosh mbetjet në këtë qytet konsiderohet një mision i pamundur. Sot data shënon 5 maj, më datë 16 prill kemi takuar kryetarin e Bashkisë së Shijakut, Elton Arbana, i cili pasi i treguam të gjitha faktet, mohoi që të kishte një landfill artificial në fshatin Ardhisht të Shijakut. Ktu nis situata e degraduar e plerave dhe vijon edhe më tej. Më pak se 3 javë nga ardhja këtu dhe nga takimi me kryetarin e Bashkisë, ja plerat, uji i cili shërben edhe për tokat bujqësore pranë zonës. Kjo është situata. Dhe këto janë masat që do të merrte kryetari i Bashkisë. Zona këtu është e gjithë e mbushur me plera dhe e mbuluar me dhe. Shikoni çfarë ndodhi dhe çfarë krimi mjedisor është bërë në këtë zonë. Dhe këtu është situatë më e rënduar. Siç duket, i sjellin drejt fundit. Këto janë masat që ka marrë kryetari i Bashkisë Shijakut. Ndërkohë që mbeturinat e të gjitha llojeve janë hedhur në rezervatet e krijuara nga uji i liçenit Ardhishtës, ujë që u shërben fshatarëve për tokat e tyre, produktet e të cilave mund të përfundojnë në tavolinën e gjithë secilit prej nesh. Dhe përpara se zoti Arbana të na jap një përgjigje shtërruese për këtë masakër mjedisore dhe neglizhencë nga ana e tij, ju rikujtojmë pak se çfarë transmetuam në episodin e 2 të vëzhgimit ton për mbetjet e Shijakut. Pranë mbikalimit të Katund Sukthit, në jo më shumë se 1 kilometër rrugë, nuk mund të mos shohësh këto pamje, 3 pika që shërbejnë si vend grumbullim mbeturinash për banorët e zonës, por që kanë dalë jashtë kontrollit. 2 javë më parë, më datë 21 prill, ishim këtu poshtë mbikalimit të Katund Sukthit, ku situata e mbeturinave ishte skandaloze. Dhe siç e shikojmë, Bashkisi ka mjaftuar në këto 2 javë që të pastrojë vetëm këtë pjesën këtu dhe pjesën tjetër e ka lënë. Siç duket edhe në pikën e dytë, këtu ku ishim po 2 javë më parë, nuk dim të themi se çfarë është pastruar. Nga pamjet, duket që vetëm kjo pjesë këtu është pastruar dhe kjo pjesa vazhdon po njësoj. E njëjta situatë edhe në pikën 3, që kemi denoncuar 2 javë më parë, nuk kuptohet se çfarë ka pastruar Bashkia. Edhe këtu e njëjta situatë. Është pastruar vetëm kjo pjesë këtu. Me sa duket atë kur bë ka punë Bashkia e Shijakut i bë ka përgjysëm. Dhe nëse mendoni se kjo situatë e mbeturinave është vetëm kaq, e izoluar në disa rrugë të qytetit, e keni gabim. Data shënon 5 maj, është ditë e hënë, ndodhemi në varrezat e reja të fshatit Pjesës në Shijak. Shikoni sa pranë janë varrezat.
ju treguam një pamje të varrezave në fshatin Pjesës. Tu jemi në varrezat e fshatit Xhavzotaj. Dhe kjo është situata. Nga gjithë pamjet që ju kemi treguar dukshëm, Bashkia e Shijaku dhe personat kompetent për të mbajtur pastër qytetit, me sa duket nuk pas kanë respekt për qytetarët, për njerëzit e gjallë, por nuk pas kanë respekt as për njerëzit që kanë ndruar jetë. Nuk dim cili është problemi në qytetin e Shijakut, firma kontraktuese AMR merr parat dhe nuk bën punën, apo kryetari i Bashkisë Shijakut ka çelur një fond, një tender dhe nuk bën pagesën? Sidoqoftë, banorëve të Shijakut pak ju interesojnë burokracitë. Ata duan qytet pastër dhe kryetari Arbana u zotua për këtë gjë. A e mbajti fjalën? Më mirë ta pyesim vet. Mendova që na duhesh një takim i Mbas Po mirë, s'ka filluar ende mitingu në orën 11:00. Keni ardhur për mbështetje? ka marrë për prezencë, po mbas takimit lutem. Kemi bërë një takim të parë bashkë dhe na premtuat që do merrnit masa për landfillin që keni krijuar në Ardhisht. E verifikuat dhe a keni marrë masa? Sepse ne ishim dje dhe ishte prapë një situatë. Po gënjena. Po ishim dje, prapë do i transmetojmë, kështu gënjyem dhe herën e parë. Sjena. Një. Kryetari, pat pamjet herën e parë? I transmetuam, a gënjyem? A i verifikuat? Të lutem, a kuptoni që A morët masë? pas duhet të shkoni dhe shikoni, janë marrë masat. Ishim dje. Megjithatë mbas takimit do ta bëjmë Ju pres. Kryetari Arbana iku dhe nuk u kthye më. Megjithatë Shijakun e pat si ishte, por dhe fushkruja nuk mbetet pas. Nga pamjet që transmetuam 2 javë më parë treguam se si kodër Dollaka ishte kthyer në një kodër mbeturinash me sipërfaqe mbi 3000 metra katror të pushtuar nga plerat, asnjë landfill i licencuar për qytetin e Krujës, asnjë leje mjedisore për trajtimin e mbetjeve në këtë zonë të qarkut Durrës, asnjë kontratë me landfillin e Sharrës dhe shkelje me të dyja këmbët e projektit që e cilësonte kodër Dollakën si vend depozitim të përkohshëm mbetjesh. Ndaj për të mësuar se si kemi mbritur në këtë situatë, duhet pyesim krye qytetarin e Krujës, i cili me sa duket nuk i ka marrëdhënie të mirë me kamerat. Kryetar, përshëndetje, si jeni? Po mas takimit lutem. Mund ta bëjmë dy pyetje? Mas takimit lutem, bravo. Po pse mos ka filluar ende takimi? Jemi 5 minuta para, kryetar. Mas takim. Me që kryetari Artur Bushi kishte një impenjim tepër të rëndësishëm elektoral për krah kryeministrit, vendosëm ta presim. Kuptohet që aty nuk mund të mungonte as kolegu i tij Elton Arbana, dhe të dy, më shumë se sa vëmendje ndaj fjalës së kryeministrit, veç sikletit nga rrezet e diellit, kishin hall se si të iknin nga rrezja e kamerës sonë në përfundim të takimit. Dhe duhet ta pranojmë që u treguan mjaft të zot. Ja dolën të na iknin duke përfituar nga perimetri i sigurisë që krijoi garda për zotin Rama. Sidoqoftë, pyetja mbetet, çfarë kanë për të fshehur këta dy kryetarë?